do të ditë. S'po kanë ardhur akoma, do vinë. Nuk e sa që më përqenë, nuk kam kështu nuk po besoj. Prandaj nuk e përshënodem. Aman me se u arqin trut në vend, Jarebi. Aman u arqin trut në vend. Ty e aty që nxjerrin këto që të dim ne se kur të vinë apo kur t'ikin, apo kur janë me qef apo s'janë me qef, apo këtë janë deri. Nga me det për juve. Po, unë nuk e di, sinqerisht se kjo është një lloj video, domethënë le të themi në një farë mënyrë pak si e shpifur, jo pak po është tamam e shpifur, sepse sipas këtyre, domethënë thuhet që këta s'kan qenë ndjeni fare. Nëse këta s'kan qenë ndjeni, nuk e di se si për shembull pse e kanë nxjerr ata atje. Do të sensi kësaj kush ishte. Se edhe nëse ajo do të ishte shtatzan, nëse do të ishte, apo nëse është, i takon asaj, ajo gjë e bukur, ai lajmi i bukur. Se njerëz jemi pavarësisht është një lloj programi që më përpara ka krijuar atë opinionin e në keq, le të themi në thonjza, tek populli, në bazë mashtrimeve që janë bërë më përpara, dhe okej, në rregull, mund të jetë shtatzan, po ku është e keqja, nuk ka gjë të keqe këtu. Problemi është që pse duhet ta merrni vesh ne. Domethënë, pse neve duhet ta dinim se kur e ka bër, kur i vin, kur si vin kësaj çupës. Është edhe mua po vjen zor me thënë drejtën që po e flas këtë pjesë, po është gjuna. Në një farë mënyrë është dhe gjuna. E kupton, sepse është nxjerr pa lejen e saj, edhe asaj mund t'i vit turp. Mund t'jetë dhe kjo që mbas e han dhe turpi me buk, po ku dëgjoni shketi. Unë flas në ana njerëzore, nuk është fare e mirë, se nuk është se na hyn një gjë në xhep neve të dim se kur i vinë, kur i ikin kësaj çupës. Drejtë.